Sezoni turistik po sjell jo vetëm më shumë vizitorë në Durrës, por edhe ndryshime në mënyrën se si ata zgjedhin të eksplorojnë Shqipërinë. Gjithnjë më shumë të huaj po orientohen drejt makinave me qira, duke kërkuar liri më të madhe për të parë nga afër destinacione të ndryshme turistike dhe për të ndërtuar itineraret sipas preferencave. Sipas operatorëve të tregut, kërkesa për automjete me qira ka njohur rritje të ndjeshme gjatë viteve të fundit, një tendencë që po bëhet gjithnjë më e dukshme edhe këtë sezon veror. Makina me qira në Shqipëri është një biznes shumë i frekuentuar në vitet e fundit. Pasi ashtu shumë sepse sezoni turistik ka një rritje dhe një zhvillim shumë të madh, sidomos qytetin e Durrësit, ku kërkesat për makina me qira janë të shumta. Periudhat më të veçanta janë sezoni turistik, siç është nga qershori tash deri në fund shtatorit ose dhjetorit. Për te dëshirës për fleksibilitet dhe komoditet, turistët po ndikohen edhe nga mundësitë e kufizuara të transportit publik në disa zona turistike. Kjo ka bërë që makinat me qira të shihen si zgjidhja më praktike për të arritur më shumë vende. Atë si vjet këtë vit, sidomos këtë vit ka shumë një kërkesë nga turistë të huaj, por edhe shqiptarët ka shumë Dhe shqiptarët e vendit ka shumë kërkesa, sepse normalisht këta të vendit kanë shumë kërkesa për makina me qira. Përfaqësuesit e këtij sektori shprehen optimist se interesi për këtë shërbim do të vijojë të rritet gjatë gjithë sezonit. Sipas tyre, zhvillimi i turizmit dhe shtimi i numrit të huajve po gjenerojnë mundësi të reja biznesi, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në ekonominë lokale dhe kombëtare.